Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni informativ në ekranin e News 24. Le të njihemi fillimisht së bashku me titujt kryesor. Qellohet me armë në darkën e Trump me gazetarët e shtëpisë së bardhë, evakuohet presidenti me bashkëshorten dhe të pranishmit. Kryeministri Rama deklaroi se siguria ushqimore është objektiv jo vetëm për tregun e brendshëm, por dhe për atë evropian. Reagon Erion Braçe për kandidimin në Tiranë, nuk jam konsultuar me kryeministrin Rama dhe as jam nxitur prej tij. Deputeti i PL-s Tedi Blushi akuzoi prokurorin Arben Kraja se me urdhër të Ramës ngriti një proces politik ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Zhbëhen shpresat për një marrëveshje të shpejtë SBA-Iran pas anulimit të bisedimeve të fundjavës për paqe në Pakistan. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur gjatë darkës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë ku ndodhej edhe Trump në hotelin Washington Hilton në SBA. Të shtëna me armë zjarri janë raportuar jashtë sallës së eventit, teksa të ftuarit janë evakuuar të gjithë të sigurt dhe personi i dyshuar është arrestuar. Presidenti Amerikan Donald Trump u dërgua me urgjencë në një vend të sigurt teksa mbahej darka e korrespondentëve të shtëpisë së bardhë, pasi jashtë sallës së këtij eventi u dëgjuan të shtëna me armë zjarri. Presidenti dhe zonja e parë Melania Trump po bisedonin në hotelin Washington Hilton, kur u ndërpren nga një rrëmuj në tryezën e darkës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë. Mediat e huaja raportojnë se u dëgjuan të shtëna të forta dhe më pas antarë të shërbimit sekret e larguan presidentin nga vendi ku mbahet takimi. Presidenti Amerikan Donald Trump, zonja e parë, zëvendës presidenti J.D. Vance dhe të gjithë personat e tjerë janë të sigurt, njoftoi më vonë shërbimi sekret pasi u qellua 7 herë me armë zjarri. Raportohet se një oficer u qellua, por ka shpëtuar falje lekut antiplumb. Ndërkohë autori i dyshuar është arrestuar dhe është identifikuar si 31 vjeçari Cole Thomas Allen nga Kalifornia dhe do të dalë në gjykat të hënën. Autoritetet thanë se hetimet janë në zhvillim e sipër dhe se agentët federal po marrin në pyetje dëshmitar dhe po kontrollojnë banesën e të dyshuarit. Të shtënat ndodhen pak përpara se Trump të mbante fjalimin e tij gjatë eventit, një ngjarje e rëndësishme në kalendarin politik dhe mediatik të Washingtonit. Derisa policia rrethoi hotelin, helikopterët fluturonin mbi të dhe njësia taktike siguroi perimetrin. Në një deklarat më vonë në shtëpinë e bardhë, presidenti amerikan Donald Trump tha se besonte se i dyshuari vuan nga problemet të shëndetit mendor. Charged a security checkpoint armed with multiple weapons. Një burr sulmoi një pikë kontrolli sigurie i armatosur me armë të shumta dhe u rrëzua nga disa antarë shumë të guximshëm të shërbimit sekret. Zyrtarët besojnë se ai është një ujk i vetmuar, mendoj se bëhet fjalë për një person të sëmur. Kush do ta bënte këtë përveç një personi të sëmur? Së shpejti do të zbulojmë shumë gjëra rreth tij. Sa kaq nuk është bërë ende e qartë nëse Trump ishte shënjestra e sulmit, njofton Reuters, teksa presidenti ka mbijetuar 2 atentateve të mëparshme në vitin 2024. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas incidentit të ndodhur në Washington ku një person i armatosur shkaktoi panik gjatë një darke të organizuar nga shtëpia e bardhë, në të cilën ishte i pranishëm dhe presidenti amerikan Donald Trump. Në reagimin e tij, Rama e cilësoi ngjarjen si trondice dhe një goditje ndaj vlerave demokratike. Trondice të marrësh lajmin për një sulm të dhunshëm me armë nga një person i armatosur në një hotel në Washington DC gjatë një aktiviteti presidencial me gazetarët. Një sulm i tillë godet lirinë dhe mënyrën tonë demokratike të jetesës kudo, e dënoi me forcë, u shpreh ai. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi gjithashtu lehtësimin që ngjarja nuk pati pasoja më të rënda për të pranishmit. Siguria ushqimore nuk është vetëm një objektiv për tregun e brendshëm, por dhe për atë europian, kështu deklaron kryeministri Rama në podcastin e tij Flasim, ku kreu i qeverisë theksoi se Shqipëria duhet të garantojë që çdo produkt të jetë i pranueshëm.
Në podcastin e tij flasim, kryeministri Edi Rama u ndal tek nevoja për garantimin e cilësisë dhe sigurisë së produkteve ushqimore, duke theksuar se objektivi nuk lidhet vetëm me konsumatorin vendas, por edhe me tregun e përbashkët europian. Në një takim të organizuar me operatorët e sipërmarrjes ushqimore, ne u ndalëm në një temë shumë konkrete. Si do të garantojmë që çdo produkt që konsumojnë qytetarët jo thjesht jetë i sigurt, por të jetë një produkt i pranuar dhe i suksesshëm në tregun e nesërm të përbashkët të Europës, ku ne do të jemi antar me të drejta, por dhe me detyrime të barabarta. Dhe kjo lidhet me një sfidë aktuale, më të ndërlikuar në procesit tonë të antarësimit në Bashkimin Evropian, që është sigurimi i të nesërmes për të gjithë ata të cilët kanë ndërtuar të sotmen mbi themelet e një pike grumbullimi, përpunimi apo prodhimi të nënprodukteve ushqimore. Një tjetër temë e prekur nga kryeministri ishte edhe paketa e maleve, ku sipas tij emigrantët shqiptar po kthehen në Shqipëri për të investuar në fshatrat e Shqipërisë. Paketa e maleve po hap një rrugë të re në zhvillimin rural dhe po krijon premisat për një vlerë të shtuar, për një motor të ri në industrinë e turizmit ton, duke i dhënë maleve, duke i dhënë Shqipërisë malore një përmas të re. Përmes kthimit të tokës dhe të shtëpive të gjyshërve në instrumenta të zhvillimit dhe në mundësi të reja reale për të krijuar sipërmarrje. Deputeti socialist Erion Braço në një postim në rrjetet sociale ka sqaruar se sa i takon dëshirës së tij për të kandiduar për kryebashkiak të Tiranës, nuk është konsultuar me kryeministrin Rama dhe as ka marrë mbështetje prej tij. Braço thotë se ideja për të kandiduar është artikuluar më herët në strukturat e PS-s dhe vjen si përgjigje ndaj kërkesave të qytetarëve dhe socialistëve të Tiranës. Ai thotë se aktualisht Tirana po përballet me probleme të menaxhimit të saj. Pas shprehjes së ambicjes për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës në zgjedhjet e ardhshme, deputeti socialist Erion Braço ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë bisedë me kryeministrin Edi Rama për këtë çështje. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Braço thotë se kandidimi i tij nuk është nxitur nga kreu i qeverisë, duke shtuar se qëndrimi i tij bazohet në parime dhe në nevojën për një proces demokratik brenda partisë. Nuk kam folur me Edi Ramën dhe nuk është mungesë respekti për të. Jo, zero. Përkundrazi, unë respektoj Edi Ramën për atë që është kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, partisë time, i pari i barabartë mes të barabartëve në një parti ku antarët, simpatizantët, po edhe më gjerë se sa kaq, të majtët në tërësi, zgjedhin me votë njerëzit që kjo parti dëshiron që ta përfaqësojnë dhe rrugën në cilin të gjithë bashkë duhet të ecë. Thëmë këtë, referuar këtij parimi, të cilin me thënë të drejtën unë mbaj me vete që nga gushti i vitit 2005. Deputeti socialist nënvizon se ideja për të kandiduar është artikuluar më herët në strukturat e Partisë Socialiste dhe vjen si përgjigje ndaj kërkesave të qytetarëve dhe socialistëve të Tiranës. Ai mohon gjithashtu që kjo lëvizje të jetë një sulm ndaj Ramës apo ndaj figurave të tjera politike, duke theksuar se fokusi i tij mbetet tek çështjet dhe problematikat e qytetit. U bë disa kohë që në Partinë Socialiste ky proces nuk është dhe është zvendësuar me njoftime që vendosen kohë pas kohe në murin e Partisë Socialiste që herë është apo funksionon si kryesi, herë është apo funksionon si asambleja e kështu me radhë. Pra, unë vazhdoj të qëndroj të njëjta dhe parime në këtë parti, veçanërisht atyre nga gushti 2005-s, e natyrisht në funksion të tyre kam ofruar veten time. Braço thotë se aktualisht Tirana ndodhet në një situatë problematike, me mungesë qeverisjeje dhe rënje në shërbime, si dhe zbatim të ligjit. Ai thekson se synimi i tij është përmirësimi i shërbimeve dhe riktimi i funksionimit normal të institucioneve vendore. Sipas Braços, objektivi i tij është i shërbejë qytetit dhe qytetarëve
duke u fokusuar te puna dhe jo te përplasjet politike. Këtë të hënë nisë procesi gjyqësor ndaj presidentit të PL-s Ilir Meta. Në një deklaratë për media, Tedi Blushi shpreh se akuzuesi Ilir Metës Romeo Kara është i pabesueshëm dhe ka dyshime se ai ka probleme të shëndetit mendor. Zyrtari i PL-s akuzon dhe prokurorin e SPAK Arben Kraja se me urdhër të Edi Ramës ai ka ndërtuar një proces politik ndaj ish-presidentit Ilir Meta. Një ditë nga nisja e procesit gjyqësor ndaj Ilir Metës në gjykatën e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar, sekretari i përgjithshëm i PL-s, Tedi Blushi, cilëson akuzuesin e ish-presidentit Romeo Kara si person i cili ka probleme me drejtësinë dhe njëri me dyshime për probleme të shëndetit mendor. Zoti Kara rezulton me probleme me drejtësinë dhe se ndaj tij ka dyshime serioze sa i përket shëndetit mendor. Treguan vendimin e prokurorisë së krimeve të rënda, që refuzoi, ky është vendimi, që refuzoi t'i jap statusin e dëshmitarit të mbrojtur, pikërisht sepse të ashtu quajturët dëshmit e tij u konsideruan indirekte dhe se gjithçka ai kishte thënë nuk kishte vlerën e provës. Tedi Blushi deklaron se prokurori i çështjes Meta, Arben Kraja, është përdorur politikisht nga Edi Rama për arrestimin e kreut të PL-s. Por pyetja që shtrohet tani është, si ka mundësi që ky lloj kallëzuesi dhe kallëzimi i tij të merrej seriozisht nga SPAK-u dhe sidomos nga prokurori Arben Kraja. E evidentojmë zotin Kraja sepse është i njëjti prokuror që në datën 6 qershor 2016 vendosi të pushoj hetimet, pra të hedhë në koshin e plerave, kallëzimin e bërë në tetor të vitit 2015 nga kontrolli i lartë i shtetit, institucion kushtetues, në lidhje me faljen e 479 milion eurove të shqiptarëve nga Edi Rama për qezin. Zyrtari i Partisë së Lirisë i bën thirrje trupës diplomatike në Shqipëri të jenë të pranishëm në procesin gjyqësor ndaj Ilir Metës. Kërkoj gjithashtu publikisht nga gjykata e shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar të garantoj në mënyrë absolute transmetimin live të gjitha seancave nga sekonda e parë e seancës së parë e deri në sekondën e fundit të seancës së fundit. Adriatik Lapaj do të nisë mbledhjen e 50.000 firmave për të zhvilluar një referendum kombëtar për të rrëzuar dy ligjet të qeverisë Rama, ligjin për investime strategjike dhe ligjin për paketën e maleve. Sipas tij, këto dy ligje janë krijuar për të vjedhur tokat shqiptarëve dhe për t'u dhënë ato njerëzve pranë kryeministrit Edi Rama. Kreu i partisë Shqipëria bëhet, Adriatik Lapaj, deklaron se do të nisë mbledhjen e 50.000 firmave për të rrëzuar ligjin për investimet strategjike dhe ligjin për paketën e maleve nëpërmjet një referendumi kombëtar. Sipas tij, dy ligjet janë korruptive dhe u shërbej një grupi njerëzish afër kryeministrit. Fjalët i merr era, është koha dhe duhen vepra. Referuar Kushtetutës son dhe konkretisht nenit 150.1 i propozoi këtij këshilli të nisim procedurat ligjore për të kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve formularët tip për mbledhjen e 50.000 firmave për secilin prej të dy ligjeve për ta çuar vendin në referendum kombëtar për shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe të ligjit për paketën e maleve. Gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, Lapaj theksoi se me dy ligjet Rama synon të vjedh tokat e të parëve shqiptarëve. Ju jeni dëshmitar se si komunitete të ndryshme nga jugu në veri, po përbauen me vjedhjen e pronave përmes një ligji të ashtu quajtur për investimet strategjike. Një ligj krejt i padrejt, që po largon nga vendi komunitetet të tëra. Kreu i Shqipëria bëhet nënvizon se Edi Rama nëpërmjet paketës së maleve po synon marrjen e tokave të njerëzve që s'mundet do t'i punojnë prej pamundësisë dhe dhënien e tyre njerëzve të pasur për të krijuar çiftligje. Është një mjet juridik për të marrë kuotat e fshatrave dhe të parëve tanë dhe për t'u dhënë të ashtu quajturve patronazhist dhe atyre më të zellshme madje për t'i kthyer në çiftligar të pasur të fshatrave të drobitur të vendit ton
që më pas të diktojnë votën e kujdo përmes nevojës së njerëzve për të mbijetuar dhe për të punësuar në çiftligjet e reja. Në orët e para të mëngjesit, në qytetin e Bulqizës është djegur makina e gazetarit lokal Sami Curi. Dyshohet se zjarrvënia ka qenë e qëllimshme për shkak të detyrës, ndërsa makina ka qenë e parkuar në afërsi të vendit ku gazetari banonte. Edhe pse në vendngjarje kanë bërritur menjëherë zjarr fikset, nuk është bërë mundur fikja e zjarrit. Ende nuk janë konfirmuar shkaqet e zjarrvënies, megjithse sipas gazetarit ky veprim është bërë për të mbyllur gojën. Policia po vijon veprimet hetimore rreth ngjarjes për zbardhjen e saj. Policia e Kavajës ka shpallur në kërkim 2 shtetas të përfshirë në aktivitet të lojrave të fatit. Pas një operacioni të zhvilluar nga të dhënat e siguruara nga Policia e Shtetit, janë zbuluar në Kavaj 2 ambiente të përshtatura për lojra fati me makineta. Gjatë operacionit të fati i lojrave, efektivët e policisë sekuestruan 16 makineta që shërbenin për zhvillimin e kësaj veprimtarie të kundërlishme. Ambientet ku ushtroi aktiviteti i palishëm ishin marrë me qira nga 2 shtetas të shpallur në kërkim. Hetimet po vijojnë nga prokuroria e Durrësit, një tjetër lokal ku organizoheshin lojrat e fatit në kundërshtim me ligjin përmes kompjuterave dhe celularëve është zbuluar dhe në kombinat në Tiranë. Policia vuri në pranë nga administratorin dhe punojësin e lokalit, si dhe u sekuestruan celular dhe kompjuter që përdoreshin për organizimin e lojrave të fatit. Për të ofruar shërbimin shëndetësor bazë për turistët dhe qytetarët gjatë sezonit veror, Ministria e Shëndetësisë dhe Miqënie Sociale Evi Sala ka njoftuar se në dispozicion do t'jenë 36 qendra shëndetësore në zonat bregdetare. Po ashtu, Ministria Sala ka njoftuar se janë 300 vende vakante të lira për staf mjekësor. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë sezonit veror 2026 do të jenë në funksion 36 qendra shëndetësore verore, të cilat do të ofrojnë shërbim 24 orë në ditë për qytetarët dhe turistët. Sipas njoftimit të bërë nga vetë Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala, këto struktura do të vendosen në zonat bregdetare dhe turistike, me qëllim përballimin e fluksit të shtuar gjatë muajve të verës dhe garantimin e aksesit në shërbimet bazë shëndetësore. Këtë vit do të funksionojnë 36 qendra shëndetësore verore në gjithë Shqipërinë nga veriu në jug. Të gjitha qendrat janë të pajisura me barna, me pajisje shëndetësore. Nga ana tjetër, institucioni ka hapur një thirrje për plotësimin e stafit mjekësor, duke shpallur rreth 300 vende vakante, një afat aplikimi i përcaktuar deri më 27 prill 2026. Banorët e Baks Rjollit në Velipoj vijojnë protestat kundër zaptimit të trojeve për të cilat pretendojnë se janë pronar. Protestat u shoqëruan dhe me incidente, kur disa banorë tentuan të futeshin në kantierin e ndërtimit ku ka nisur puna për ngritjen e resortit, por u ndaluan nga policia. Në mbështetje të tyre shkuan dhe banorë nga zona të tjera të vendit që kanë probleme me zaptimin e pronave. Prej disa muajsh, banorët e Baks Rjollit në Velipoj vijojnë protestat e tyre kundër ndërtimit të një resorti turistik, duke pretenduar se pronat e trashëguara nga të parët e tyre janë zaptuar nga investitori. Një ndër qytetaret e prekura nga ky projekt, Luciana Kokaj, thekson se janë të vendosur të shkojnë deri në fund kauzës së tyre, duke mos u tërhequr nga presioni që po ushtrohet për muaj me radhë. Shikoni aty po punohet me ritme të frikshme, po punohet sepse po lejon policia shtetit. Ne jemi në procedura, në gjykata, në prokurori, presim akoma nga prokuroria e Shkodrës që të dali me një vendim, sepse po hetohet për mbase një viti ato letrat e falsifikume që ne kemi dërguar, që ju kemi thënë që janë falsifikume, për të parë pastaj se si do vazhdojmë në gjykatë, për të parë ato aktet e ekspertimit që ata duhet i sjellin. Tokat e gjithë shqiptarëve janë rrezik. Në qoftë se Rjolli do përmbyset nga kjo qeveri dhe nga këta pushtetar, atëherë na nuk do të ketë ma asnjë të drejtë, asnjë qytetar në Shqipëri që të kërkojnë pronat e marrëna nëpërmjet forcës pushtetit. Protestës të tyre janë bashkuar edhe qytetarë nga zona të tjera të vendit, të cilëve po ashtu ju janë zaptuar pronat për t'u hapur udhë investimeve nga palë të treta. Prezenca nga gjitha trojet e shqiptare
tregon që kjo është një flak që nuk është vetëm e rrollit. Me gjithë rezistencë që policia ka bërë ndaj jush, ju treguat se sa shumë e doni shtetin shqiptar, por kjo nuk do të thotë se ju jeni dakord me vendimet që parlamentarët, që politikanët, që pushtetarët kanë marrë për të zhdukur ekzistencën e popullit shqiptar duke i mohuar pronën, mbasi atë dhe u shtrona. Protesta u shoqërua edhe me incidente, kur disa banorë tentuan të futeshin në kantierin e ndërtimit, u ka nisur puna për ngritjen e resortit, por u ndaluan nga policia. Leja për ndërtimin e resortit turistik është firmosur nga ish-zëvendës kryeministrja Belinda Balluku, duke futur në konflikt banorët me investitorin. Në Korçë ka nisur nënshkrimi një peticioni ku synohet të mblidhen 20.000 firma për të garantuar financimin e trajtimeve shëndetësore të specializuara për fëmijët e moshës nga 0 deri në 18 vjeç, në raste kur këto shërbime nuk ofrohen nga sistemi publik në Shqipëri. Në Korçë ka nisur një nismë ligjore qytetare që synon të garantojë në mënyrë të qartë dhe të detyrueshme financimin e trajtimeve shëndetësore të specializuara për fëmijët nga 0 deri në 18 vjeç në rastet kur këto shërbime nuk ofrohen nga sistemi publik në Shqipëri. Iniciativa kërkon mbledhjen e 20.000 firmave nga qytetarët me të drejtë vote, ku përfaqësuesi i shoqërisë civile në Korçë, Ardit Konomi, thekson se bëhet fjalë për një proces të përballueshëm për buxhetin e shtetit, duke ju referuar statistikave kombëtare që flasin për rreth 35 deri në 60 raste në vit. Çdo qytetar në bashkohet, mbështetet në shikaz humane, shikaz shumë e madhe. Duhet ishte zgjidhur me kohë, praktikisht, më mirë vonë se kur, ne jemi në momentin e duhur tani për ta hedhur tapë. Ky është një projekt ligj i rëndësishëm që mendojmë të plotësojë legjislacionin aktual. Është hartuar nga një grup juristësh, është në fazën e përmirësimit derisa të paraqitet në parlament. Është një proces shumë i rëndësishëm, shumë serioz. Përfaqësuesi i qendresës qytetare Miguel Qeraxhi e vlerësoi nismën si një mekanizëm që synon të eliminojë pabarazitë dhe burokracitë në aksesin ndaj shërbimeve shëndetësore. Ne kemi parë shpesh që zyrtar të lartë të vendit apo njerëz cilët janë rreth tyre e kanë mundësinë ta thyejnë burokracinë dhe të jenë shumë të shpejtë për të marrë shërim jashtë vendit, por kjo nuk ndodh për realitetin e qytetarëve shqiptarë që vuajnë në dyert e spitaleve dhe kryesisht kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël, po të kemi mundësi që të sensibilizojmë qytetarët shqiptarë të bashkohen këtyre 20.000 firmave për të pasur mundësinë për të vendosur një mekanizëm të nismës ligjore brenda parlamentit shqiptar, që e gjithë burokracia apo edhe e gjithë ndihma të ketë mundësi të shkojë tek këta fëmijë të cilët nuk marrin ndihmën e parë të shpejtë në vendin e tyre dhe do duhet të strapacohen, familjet e tyre të varfërohen. Projekt ligji mbështetet në parimin kushtetues të së drejtës për kujdesin shëndetësor dhe në detyrimet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Betjet në liçenin e Fierzës ka nisur të pastrohen pas publikimit të rastit një News 24. Prej disa ditësh, sipërfaqja ujore e basenit më të madh në vend si dhe zona përreth ishte pushtuar nga mbetje urbane, industriale dhe ato plastike të transportuara nga rrjedha e lumenjve Drini Bar dhe Drini Zi, fenomeni përsëritur sa herë ka reshje intensive shiu. Pas denoncimit të rastit në News 24, ku liçeni i Fierzës ishte të imbushur me mbetje, prej 2 ditësh ka nisur pastrimi i materialeve të hedhura përmes një anije ekologjike. Mbetjet urbane, plastike dhe industriale kishin pushtuar zonën përreth liçenit si dhe sipërfaqen ujore, duke u shndërruar në rrezik serioz për ekosistemin. Përmes përdorimit të një anije ekologjike po realizohet pastrimi i zonave më të prekura, ku janë grumbulluar sasi të konsiderueshme mbetjesh të ardhura nga prurjet e lumenjve. Fenomeni i ndotjes në liçenin e Fierzës është rast i përsëritur dhe shfaqet kryesisht gjatë ditëve me rreshje intensive, ku prurjet e lumenjve, Drini Bar dhe Drini Zi dhe degëzimet e tyre janë të larta. Lumen transportojnë mbetjet e hedhura në rrjedhën e tyre nga qytetarët apo subjektet në Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe disa fshatra të Kukësit, duke shkaktuar ndotje alarmante. Krahas pastrimit mekanik, theksi vendoset edhe të ndërgjegjësimi i komuniteteve për të shmangur hedhjen e mbetjeve në lumenj, si dhe përmirësimin e sistemeve të menaxhimit të mbetjeve në të gjitha zonat që ndikojnë në basenin më të madh në vend. Liçeni i Fierzës, përveç se një burim i rëndësishëm për prodhimin e energjisë elektrike, përfaqëson edhe një pasuri natyrore me potencial të madh turistik dhe ekonomik për Kukësin.
Zhbëhen shpresat për një përparim diplomatik mes SBA-s dhe Iranit pas anulimit të bisedimeve për paqe në Pakistan, sipas Reuters, si Washingtoni, ashtu dhe Teherani kanë treguar pak gatishmëri për të zbutur kushtet e tyre për të arritur në një marrëveshje. Shpresat për një përparim diplomatik në luftën SBA-Izrael me Iranin janë zbehur, teksa si Teherani ashtu edhe Washingtoni kanë treguar pak gatishmëri për të zbutur kushtet e tyre, njofton Reuters. Presidenti Amerikan Donald Trump anulloi një vizitë planifikuar në Islamabad nga të dërguarit e tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian i tha kryeministrit pakistanez Shehbaz Sharif se Teherani nuk do të hynte në negociata të imponuara në kërcënime ose blokadë. Pezeshkian u shpreh se Shtetet e Bashkuara duhet së pari të heqin pengesat operacionale, përfshirë blokadën e tyre ndaj porteve iraniane, përpara se negociatat të mund të hedhin ndonjë themel për zgjidhjen e konfliktit. Një burim diplomatik iranian në Islamabad tha se Teherani nuk do të pranonte kërkesat maksimaliste nga Shtetet e Bashkuara. Trump u tha gazetarëve në Florida se anulloi vizitën e të dërguarve sepse bisedimet përfshinin shumë udhëtime dhe shpenzime për të konsideruar një ofertë të pamjaftueshme nga iranianët. Pasi udhëtimi diplomatik u anullua, Irani ofroi shumë, por jo mjaftueshëm, tha Trump. Në Truth Social ai shkroi se kishte luftë dhe konfuzion të jashtëzakonshëm brenda udhëheqjes së Iranit. Askush nuk e di se kush është përgjegjës, përfshirë ata, shkroi Trump në Truth Social. Gjithashtu ne I kemi të gjitha kartat. Ata nuk kanë asnjë, nëse duan të flasin e tëra çfarë duhet të bëjnë është të telefonojnë, theksoi mëtej Trump. Pezeshkian u shpreh të njëjtën se në Teheran nuk ishte asnjë të vijës së ashpër apo të moderuar, dhe se vendi qëndronte I bashkuar pas udhëheqësit të tij suprem. Teherani ka mbyllur kryesisht ngushticën e Hormuzit, e cila normalisht transporton 1/5 e dërgesave globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, ndërsa Washingtoni ka bllokuar eksportet e naftës së Iranit. Ndryshojmë tematikën e zhvillimeve. Tirana është rikthyer te fitoria duke mundur Partizani në derbin e kryeqytetit. Bardhë e Blut mori një 3 pikësh të artë në garën për mbijetesë, ku përmbysën gjithçka në 45 minutat e dyta, ndërkohë që kjo humbje largon të kuqt nga Europa. Në pjesën e parë, Demat zhvilluan një paraqitje mjaft të mirë, ku edhe finalizuan me Human, por gjithçka ndryshoi në të dytën. Demat u tërhoqën në mbrojtje duke I lënë të gjithë kontrollin e lojës bardhëbluve, derisa gjetën golin e barazimit me Kreshic. Goli I dytë erdhi nga Alvarez, I cili kishte pak minuta në fushën e Blert, ku me një goditje dënimi shënoi golin e fitores 2-1. Zhvillohet për të dytin vit aktiviteti Interklab Ran nga Interklab Albania në bashkëpunim me skuadrën e Interit. Interklab Ran u zhvillua në parkun e liçenit artificial të Tiranës, ndërsa qëllimi I aktivitetit promovon jetën aktive dhe sociale për sportdashësit. Interklab Albania në bashkëpunim me skuadrën e Interit ka organizuar për të dytin vit radhazi garën Interklab Ran. Ky lloj aktiviteti ka si qëllim promovimin e jetës aktive, si dhe përfshirjen sociale të dashamirësve të sportit. Edicioni ka bukurinë kësaj radhe se përveç festës të gjithë tifozës sportdashit e Interklub Albanias marrin pjesë edhe gjithë njerëzit që japin forcë, shpirt, gare sportive dhe mbështetur sa më shumë ekipin e Interit. Gara u zhvillua këtë të diel në parkun e liçenit artificial të Tiranës, me pjesëmarrjen e 520 vrapuesve të rritur dhe 120 fëmijë. Mirëpritëm sot në këtë garë fantastike, 520 pjesëmarrës dhe 120 fëmijë, një energji jashtëzakonshme dhe një atmosferë shumë emocionuese. Një nisëm shumë e bukur e Interklab Albanias për të dytin vit radhazi që bën bashkë jo vetëm anëtarët e Interklab Albania, por të gjithë sportdashësit, edhe mendoj që serioziteti I këtij klubi tregohet jo vetëm në realizimin e projekteve të tilla, por edhe në gatishmërinë e pothuajse secilit prej nesh. Garë 5 kilometrësh e kuftojmë dhe ish-lojtarët e Interit. Sot ka ardhur Toldo me Samuel, Walter Samuel, me dhurata që kanë sjell nga Interi, me fanellat e përfituesit e garave, dhurata për fëmijët. Çmimet për 3 fituesit u ndan nga 2 ish-lojtar të Interit. Interklab Ran premton të njëjtin aktivitet edhe në vitin 2027, më me shumë energji dhe pasion për sportin dhe emocionet e bukura që ai dhuron.
Ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më tepër mund të na ndiqni në faqen tonë Balkan Web për lajmet fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.